Informohuni me Zhurma TV. Bëni subscribe për më shumë video. Egli Tako e tmerruar, ja çfarë ndodhi moderatores. Egli Tako ka ndarë me ndjekësit një moment të pazakon gjatë një dreke që nuk ka kaluar pa u komentuar në rrjet. Në storin e publikuar në Instagram, këngëtarja ka fotografuar një merimang të bardhë që është shfaqur pranë tavolinës, ndërsa krahas imazhit ka shkruar: "Çfarë do me thënë kur të vjen merimanga e bardhë në tavolinë?" Postimi ka ngjallur me një reagime dhe komente nga ndjekësit, të cilët kanë nisur të japin interpretime të ndryshme, nga bestytnitë deri te kuptimet spirituale që lidhen me shfaqjen e një merimange të bardhë. Disa e kanë konsideruar si shenjë fati dhe lajmesh të mira, ndërsa të tjerë janë fokusuar më shumë te momenti i papritur që Egli vendosi ta ndajë publikisht me fansat e saj. Story i saj po qarkullon me shpejtësi në rrjetet sociale, duke kthyer edhe një detaj të vogël në një temë diskutimi midis ndjekësve.